këtu sot në këtë salë janë mbledhur deputetët që ta vazhdojnë punën sikur normalisht për të pretenduar se vërtet situata në Kosovë është normale. Gjë që është një maskim i asaj se çfarë vërtet kemi duke ndodhur sot në Kosovë, edhe me ndjenjen që qytetarët e Republikës së Kosovës e kanë dhe po e ndërtojnë për çdo vit kashi këtyre institucioneve. Sot jemi në ditën e 10 që kur Astrid Dehari, aktivist i lëvizjes vendosje, i paraburgosur, ka vdekur në burg. Dhe tash 10 ditë nuk kemi asnjë përgjegjësi më të vogël nga institucionet shtetërore, të cilat e arrestuan padrejtësisht, pa kurfar baze as të ikën dhe e mbajtën në burg, të privuar nga liria e pa minimumin e sigurisë. Profesor Astriti nuk jeton më, sepse ishte i arrestuar, mbahej në burg dhe aty vdeq. Përgjegjësia e shtetit këtu është e pashmangshme. Përgjegjësia e institucioneve shtetërore është e pashmangshme. Pavarësisht rrethanave, shteti këtu duhet t'jap përgjegjësi. Po ja që asnjë prej institucioneve shtetërore deri tash nuk e dha një përgjegjësi të tillë. Po këto institucione, kjo hetuesi, ky shtet i kapur nuk mund të provoj drejtësi për Astritin, sepse ky shtet i kapur faktikisht nuk po provon drejtësi për asnjë prej qytetarëve të Republikës Kosovës. Dhe ky shtet i kapur është përgjegjësi e këtyre njerëzve që e kanë veshur veten me pushtet dhe e kanë kapur shtetin. Dhe fatkeqësisht edhe ky kuvend sot dështoi të jetë kuvend i cili i përgjigjet zërit të qytetarëve, po u bë kuvend i manipuluar nga Kadri Veseli në shokët e tij. Kjo është faktësia e atij vendi. Pra ku qytetarët nuk e kanë as minimumin e përfaqësimit. Edhe sot këtu ku jemi, do të ishte mirë që ministri i drejtësisë me konë salë këtu edhe me na tregu dhe i ku kanë shku procedurat, çka ka ndodhur, sepse qëndrimet mishmash, nëse guxojmë i quajtë ashtu, herë të zyrtarëve policorë, herë të prokurorisë, herë të hetuzëve, herë të drejtorit burgut, kanë krijuar amulli e cila me drejt ngrit shqetësimin tek qytetarët. Prandaj mendoj edhe dëshiroj edhe unë jo të bashkanxhitna, po mendoj që drejtësia i bënej edhe kuvendit edhe Kosovës, edhe mendoj që krejt deputetët e Parlamentit Kosovës duhet me hap diskutimin, le të debatohet, le të kërkohet e vërteta rreth këtij rasti. Nuk po zgjodh në më shumë, por krahazin dinjatës që gjithë, edhe mendoj që si njerëz dhe si prind gjithë e kemi bashkëndje humbjen e Astritit, edhe mendoj edhe të familjes tij, sepse ju ka bërë dëm i madh, sepse kemi dëgjuar dhe besoj edhe ju e dini që ajo familje ka humbur edhe djalë një vit më herët, por në mungesë të drejtësisë sot po krijohet një pasiguri, jo vetëm për rastin Dehari, po për gjithë ata burra e gra që sot janë në qendrat e sigurisë në mbajtje. Dhe në rast se shteti ka diçka me mshef, atëherë tani mbyllim në debatin. Në rast se nuk ka me mshef diçka, hap në debatin, le të diskutojnë deputet. Edhe ne jemi pjesë e këtij kuvendi, por nuk jemi pjesë e asaj që e ka blokuar debatin, sepse zoti Ymir ju referu kuvendit. Ne deputetët e nismës sigurisht se jemi të interesuar barabartë sa gjithë qytetarët dhe familja Dehari dhe lëvizja vetëvendosje, që çështja e studentit që humbi jetën në burgun e Prizrenit të bëhet publike, transparente, me idenë që qytetarët e këtij vendi të njihen komod kudo që janë, e veçanërisht kur janë në duart e institucioneve. Moszgjidhja tash e sa ditë e kësaj enigme natyrisht se lë vend për me dyshu, prandaj përgjegjësit e institucioneve të sigurisë, të burgjeve, Ministria e Drejtësisë e kështu me radhë, është mirë që mu përgjigj para opinionit dhe kërkesa jonë për një debat ka pas të bëjë me atë që me qelat kutinë e Pandorës ka shi opinionit për me mujtën me kuptuar vërtetën e madhe rreth rastit Dehari. Është një tragjedi që i ka ndodhur asaj familje, një dhimbje e madhe për të gjithë ne dhe qytetarët. Unë sot kërkoj që duke ndje po ashtu jemi të interesuar të gjithë që sa më shpejt
të ndriçohet nga organet përkatëse kompetente. Vdekja e Astrid Deharit dhe kërkojmë nga Ministria e Drejtësisë të gjitha institucionet në zinxhir që kanë përgjegjësi që të dalin sa më shpejt me të dhënat, me provat, me argumentet, me përfundimin për të sqaruar gjithçka rreth kësaj vdekje. Po ashtu shfrytëzoj rastin të kërkoj edhe nga institucionet përkatëse, policin, prokuror, avokat, të gjithë, të përmbahen nga deklarata që nuk i kontribuojnë kësaj situate. Gjithçka që duhet të bëhet, duhet të lihet dhe duhet kërkohet që sa më shpejt organet kompetente të dalin me sqarimet. Edhe ne jemi të interesuar të debatojmë, por do të ishte keq, nuk do t'i ndihmonim as familjes në të ditë të rënda për ta, nëse ne sot bëjmë politikë ose politizojmë ose bëjmë anime politike ose bëjmë drejtësin para organeve të drejtësisë. Angazhimi që këto rezultate dalin sa më shpejt bën që të ketë sa më pak mundësi nga kush do të qoftë që rasti si i tillë shumë i dhimbshëm, shumë i ndihshëm në një mënyrë të përdoret që është shumë e rëndë dhe nuk dëshiroj as me e thonë për qëllime tjera, sepse jam i bindur shumë dhe gjithë ne të tjerët që rastet e tilla janë raste shumë të rënda, të cilat e kanë përgjegjësi, e kanë obligim organet kompetente të zbardhin deri në fund. Nuk ka qytetari i Kosovës dhe asnjë si subjekte politike që nuk ka interesim që dalë e vërteta. Dhe kam dëgjuar këtyre ditëve shumë mendime si ky që dha Ismet Beqiri, apo më herët Zenun Pajaziti, por edhe për media të ndryshme, se nuk bën të politizohet kjo çështje dhe nuk bën të përfitoj askush nga kjo. Mendoj që kjo e fshi një interpretim të gabueshëm edhe qëllimisht të devijuar të çështjes të cilën ne duhet ta diskutojmë për Astridin. Pse? Për arsye se Kuvendi i Republikës Kosovës duhet të diskutoj dhe ka të drejtë të diskutoj për çdo institucion në Republikën e Kosovës i cili funksionon me ligje.